lloj protesta mbare, protesta mediat merreshin ç'a bëri Flamunoka, ç'a bëri Klevis Balliu. Ndërkohë që media duhet merren ç'a ashton aty. Ti s'ke punë fare të merresh me ç'a bëni këtu budallënsh. Bravo. E disa figura të Kjo bukura është poshtërsia e medias. Luciano Boqi tha, votën nuk e fatin e shqiptarëve e vendos vota, nuk e vendos samnitet. E vendos bëfa e këtyne, bota e këtyne që se kanë refen e fare. Bravo. Gjithë bashkë nuk kapi 1 milion morra. Po ban figurat e këtyre se sa vota morën, personalisht çave ja u vodhë, ja kishte vjedhë dhe gruaja votat. Nuk e di se po flisim për një deputet, kishte votu gruaja kundër. Okej. Pra, ta kam fjalën që media, këtu është poshtërsia e medias, asnjë media serioze, kur janë 47 drejtues të Europës aty, njerëz që me pasuri, GDP, ushtrit, pafundme, ti merresh me 50 idiot që kanë dalë në... Dhe kësaj vetëm media nuk i thuhet vetëm profesionalizëm. Do me thënë, 7 lajme janë, Klevis Balliu, që është një idiot, i tha kështu gazetarëve, Flamunoka ju tha kështu, Lucian Boqi ju tha kështu gazetarëve, Strazi Miri ju tha kështu gazetarëve. Po çaj e ti më ti në këtë botë të madhe ku janë 47 shefa, po këta dun Alilujevin, vlla. Bravo, e di qa do ishte për shumë një media kombëtare, si që ishin protest këta, kush janë liderët, është Noka, Mleshi, Preshi, qanë ata. Mikrofonin dorë, me cilë nga 27 liderët ke lona i takim? Nacionin. Kush të njef ty, që ti qëmë të fala? Në këtë do takohesh më shumë. Një opozit normale. Nga do i morësh investimet se na thej që do ulshe taksat, do bësh këtë, do më ti që e ke lënë Shqipërinë rrëmuj. Po me kë nga ka ke bisedu të çojmë. Me kë që t'ja çojmë mesazhin. Jo më të çojmë ty, Po të çojmë ty tash ti, t'ja dhjesim Ramës mua ty, të çojmë ty se ty doj. Me kë? Kush si e ka emrin? Mund ta ve? Jo, dhe një opozit serioze, dikush do ishte, ti bën të lutje Ramës, ti vodhe bërë çfarë deshe, por një përfaqësues jon duhet jetë aty që i pret. Kjo është opozit që të fik derën. Bashkë takojmë në Bruksel, neve do shkojmë me dosje unë. Po kjo është dita e Shqipërisë. Duhet jetë një përfaqësues i imi aty, se unë përfaqësoj 34% të elektoratit. Kryevepër. Po që në qojshin? Të turnojnë. S'ka një figurë të haret më. Tani, një gjë tjetër se kape media, do më thëmë për mua është më domosdoshme të vendosen ligje mbi mediat se sa sala. Më armë bërthamore janë mediat se sa saliu. Nëse media do ecin në bazë të rregullave të mediave të gjithë botës, Shqipëria krijo dhe opozit se nuk mund të dali Salimo. Se nëse do ulesh Saliun dhe do i thush, do ulesh në tavolinë, do i thush, do më thënë, si e fut në burg ti, që 30% e popullsisë paguhet drita, do më si e ti në burg. Ose si që komeni aty që mund zgjedhin prapë shqiptarët, kur 30% të dritave, Shqipëria paguhet vetëm 30%. Uj nuk kishe as ujësjelsa masiven. Qa të marim, spitalet, nuk kishe ku hyshe se nglot që mren. S'kishe kërvate. Pra për gjithë këto gjëra, kurse e gjithë media, si që shmarë, për shumë qofte dhe nga vetë Rama, ti je non grada. Kuj ti intereson non grada, mërë burë? Ti nuk bo për Shqipni, më ti mund t'jesh grada sa dush, grata që që unë ato. Po ti s'po për këtë vend, mo. Sepse 1, 2, 3, nga elektrisiteti, ke rrugët, ke shkollat, ke spitalet, ke banesat, ke sheshet, ke një e tjetër, do më thënë, ke qenë terrorist, ke gjithë shka, nuk është problemi se ke qalu. Një mos ke qalu, më ti ke rënu, nuk është se ke qalu. Qalim është kur ti puno,
ndodh ndonjë gjë. Edhe e di çam bëri përshtypje tjetër këtu, përshtypje ishte që rreth 15 ditë përpara Saliun e ftuan Ramën e ftuan në Bruksel. Po. Çka ishte një mbështetje për fitoren e zgjedhjeve të tij. Dhe fakti që vinë në një sëmundje të tyre 4 ditë mbas zgjedhjeve tregon që sido që dilnin zgjedhjet, domethënë me çfarë do marzhi të kishte Rama, ata në 2 gjëra ishin të sigurta. Që Rama fitonte, sa ata e kanë agjenturën këtë më të mirë se sa shikujon. Ma morën nga goja, po ishte shumë e bukur ta thosha unë, vazhdo. Okej, e dim shumë mirë. Që zgjedhjet do ishin të rregullta, edhe këtë e din. Nuk mund shkonin një vend korruptuar, kaq. Nuk mund shkonin një vend korruptuar. Sepse nuk pse. Jo sot e kanë të sip. Por elektorati vet i këtyre vendeve nuk, domethënë për elektoratin vet ato nuk mund të shkonin një vend korruptuar. Pra, siç u hapën negociata dhe gjatë zgjedhjeve, ajo tregoi që po, është si thua që ti ke lënë edhe kryebashkiakun me u arrestu, kurse këta s'kan lënë dhe shpifës dhe një hajdut dhe i shkon gjithë aty protest pakut vdekshot ti të shbo gruja këshu. Hongër të kanceri. Ty këshu. I pëfshilache, shkon në mati kanë pa para. Dhe ti nuk mund të vish në pushtet, kur që nga polici, që nga roja, dhe ku tjetë, ti shko të shajt ka dumanin. Duman, dum u dujq. Qas si futën dumanin, ki me të... Nuk mund t'jesh opozite një kombi. As Kavaja nuk pranon, po ato e kanë morë me këshu. Kanë morë me se Shkodra dira i mëve, Shkodra do uj. Po, nese. Amaldo, kjo është. është. Përshtypje një diçka. Pra, asyja që ato erdhen, ishte sepse dihesh që Spaku ka dorë të lirë ke Rama, i mori kryebashkiaku. Edhe për brek, për fustone, më jo për këto gjë ke thonë ti, inceneratore këto gjona. Gjëja tjetër që është, do më thënë që është vendos këtu, që shumë pak zhurmë bëhet nga media, është pikrisht për ajo, si quhet, që tenderat janë të gjithë të futura në si më thëmë të regjistruar online. Më këto pra është gjithë shka, po ka një emër shumë këshu ajo. E më leje, se... Nese, qënë si ka. Pra janë këto gjëra që... Po nese, ishte një mesazh pra. Vetë kontrollohet shteti. Kjo është, dhe përfundimi ato thonë, po, 2 ditë mas zgjedhjeve do vim aty. Kjo është gjithë. E dini që do fitonte Rama, e dinte, nuk ka njerin për dë që se dinte që do fitonte Rama. Po tash ju ka lezet e pritën. Qa më bëri përshtypje? Më bëri përshtypje që edhe Bejleri e kishtë të shusalën, jëtë dorëheqje. O, ti duhet japës dorëheqje shumë, se kena unë legët kotë. Po, përveç sa dorëheqje, sa i do të ke ajo, sepse që është plerë, do të radikalizim Bejleri. Shiko, kanë bjellë shumë filiza ata në pëdëm. Do të, më lejmë pëdëm, unë pëtëm kam mjellë në për media, unë po të them gjitha misia është media më tani. A i këtë qa që ka shumë shqiptarë që akoma menojnë që inceneratorët në kanë kushtu 400 milion. Ke shqiptarë aty që thonë, a më kuptoj që mund betohet për fëmija, për zote, për Allah, ku di unë qak drejtin kanë ata, se duhet jenë twisti që të rinë, mos të hapin i fletë më ashtu. Menojnë që për incenerator, janë vjedhë 100 milion, për ja fusim këtë. 0! 120. Po jo, më 120 bëjnë incenerator. Që ju kanë thënë, mos i nga tromër burë, mos i fut që të letzojnë, Amarido, mos i fut që të letzojnë në burë. Pra, këte duhet... Ose për shembull, kur thonë tenderi sterilizimin, 100 milion. Bravo. Nuk e vrasin mëndje që ato kanë qenë për 10 vjetë, që aty shpenzohen lek për sterilizimin, se nuk o me fut në avull, bisturinë dhe pincetën, por sterilizohen
komplet sallat mbasdosh, transporti i mjeteve është sterilizuar, e tjera. Se sala këtë sterilizim ne boni 5 vjet përpara dhe nuk e hapi sallën, nuk e vurin punë. Harrojnë që u shpenzuan ja 30 milion aty, u shpenzuan 30 milion të ajo salët dhe nuk u vu në punë, më kupton? Por të gjitha këto nuk ju mjafton, sepse ti ke thoni fjalë të bukur. Këtyne militantët të ti, ai provo sa mbajnë, dhe nuk të... Ore, dhe ajo kolona e betonit vjen dikur dhe thyhet, se ushtro peshë, thyhet, ky qarë do mufke që t'ju këpuzin, ore nuk thyen, ore nuk lëshojnë cifrë. Një shqiptari logjikshëm do kuptoj se në qarë rreziku është vendi. Nuk po flasën në për bluzën e famshme që, do më thënë, për e tërë ajo mbyllja finale e PD-s ka një emblem. Dhe vitit 2025, pas 100 vjetësh, është ajo bluza greke me numrin 1, Sali Berisha. Në krah Beleri, në krah Dule, gjatë gjithë kohës, kudo. Dhe Beleri, sepse e themi Belerin, për t'japim dhe titullin, është i zgjedhur nga radikalët grek në BE. Pra nuk është i zgjedhur nga nëse këta militantë, se nështë nuk e din as militantët e salës, më nuk e thithin, po the unë po them që se thithin të thu e din. T'ja shpjegoj dhe jemë, më lemër burr, lemër të bëj detyrën. Okej, e dhe, unë gjithova. Miq. Beleri, miq demokrat, nuk është votu nga patriotët shqiptar për të shku në bashkimin në BE, do më përqen sa quhet, deputet. Është votu nga radikalët grek. Pra, nuk është i joni, e kemi mik, po jo tamam joni. Tjetra më shumtuara që duket zbulu tani është se si një qeveri me gjithë çai ke bo shqiptarëve në vite, ajo është qeveria greke, me operacion fshesa e me drejtje, nuk e lon gjoba i bo shqiptarit. Ja ke ndru dhe emrin e babës, e të nonës. Më kuptoj, për lek. Nuk ka arrit në Shqipëri. Grekët vinë të dytët mas Izraelitëve. Izraeliti ka shujt fare, të nga në ndru në emrat. As një tjetër, shkon të uqi Spiro e ke emrin, Spiro e ke dhe atje. Izraelit ke aty. Nga këtu, ik Mahmud Spiro del prap në Greqi. Edhe është e abitshme, Izraelitët, ata i kanë ngarkuar në Selanik, brenda natës në vagona i kanë çuar në kampet e shfarosjes. I kanë qa. Brenda natës i qanë, e zbrazën Greqin nga e brendë. Dhe, pra, sepse njeriu ka krenarimër, sepse e di si është problemi tani, imagjino të ta shtrojnë një tavolinë në mënyrë fantastike, edhe hatër terr aty. Ha, Jorgo, po i kam Hason, Jorgo e kërë player. Pra është emocional, do më thënë, është emocioni më i rëndësishëm, është krenaria më rëndësishme, është fytyra më rëndësishme. Dhe këte ta kanë ndru në format e tyre, për shumë që pritë se do t'japim vizë, pritë se do rishtu nga baftja që e qëtë Kristo, a ku diun se si kanë emër, që i shumë të bukra i kanë, dhe është i vetëmi shtetë. Sot në botë, unë nuk e din të këtë tjetër. Se Izraeliti thash, Izraeliti ta shu komplet, po Mahmud e ke emrin, i vdek po Mahmud e ke. S'ta ndro. Kur si ta të ndrojnë emrin, mëse ne të vrasin. As të lejnë, nejse. Dhe të jesh kaq hapur sa dhe votat e emigrantëve. Është i vetëmi, kanë ardhur vota nga Kanadaja, nga Amerika, Australia, Anglia, Greqia. Lëmsh e bëni. Lëmsh. Pra, nëse do në ta shifni terrorizëm të hapur dhe se shifni dhe këte, biles, këto gëzohen mos i hap ato që kanë ardhur nga votimet që kanë ardhur nga Greqia, do më thënë llogaritë se sa
se sa nuk i punon truni. Jo, Ose sa nuk është i- një bashkëpunim i opozitës shqiptare me Po pra, shtetin. po them, more këtyre njerëzve që janë shqiptarë mëse duan Shqipërinë dhe këta. Tani sepse këto nuk janë të këqij. Janë Po, bravo. Dhe janë ca të reja aty. Tanu të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm, mrena kësaj. Që po ti hiki kjo magji e zezë nga Katina, bën një aset i mrekullueshëm për Shqipërinë. Se mos kujto se mos kujto se po them për Klliçin, unë është ai i riu që po thotë jo. Klliçi s'bëhet moj. shiko, mbas gjithë këtyre, unë kam hequr shpresën që ajo parti dhe ai elektorat mund të reformohet. Këte e kam thonë ka kohë. Sepse, më falë, ata që kishin tru, kanë qenë 770.000, 730.000 dikur votues. 230.000 kanë ikë ata që kishin tru, që shikoshin bashkëpunim me Belerin, që shikoshin që ky po e bën për hallin e shtëpisë vet, Bravo. që shikojnë që ky s'ka as ideale, asgjë përgjese, një herë është komunist, një herë fashist, një herë fanolist, pasandej zogist, pasandej konservator, pasandej LGBTQ, i ka të gjitha. Unë nuk mund S'ka lu libër nga këto babuk. Tak. Po, kështu që kush ka mend, këta që kanë mbledhur për mua nuk kanë tru e janë të pareformueshëm. Që t'ja vëm emrin e vetë, po të shohësh edhe shiko sa banalja në komente, në për pa tru, pa... Më e bukur është që shumë kanë dalë dhe ilegal, më burr, nuk as emrat e vet nuk vejnë. Po, shikojnë se ju vje era, Tani, nuk jam unë për të shajt, unë jam thjesht për të thonë, sepse ju mos po shajnë, po. Tani unë nuk mund të them që se këta njerëz duhet ta kuptojnë, për më dha, nuk ka pyetje, drasa ha pyk, ti sa pyk. Në qoftë se ti mendon që të kanë vjedhur vota, ndërkohë këti i kanë ikë 280.000 vota. I kanë vjedh njerëzit, jo votat. Por kanë ikë njerëzit, thjesht të votojnë. Po më 280.000 vet janë disappear. Po pra. Kanë hik. Së shojnë dot me sy. Dhe e di qa pash i video të vogël, që përshishë ca video, se po priqa në fakt të samitin, dhe më dolin me sinqeritet, nuk bëj humor fare, del humori se s'kom që me i bo. Pyetën deputetën e parë, ka pa i sentencë, se ishin këto shorts. Ato tha, bandat e Ramës, na kanë vjedh votat. Pami dyti. U vodhën votat, tha, me tren bulgar. Tungi treti. Ato dy të para them kam vjedh votat e mia. Ishte ky Kalaja. Ndoja me atje. Po ato dy dha që ato dha mi kam vjedh votat e mia. Këto janë edhe unë dhe ato tha të i fusë në burg, nuk e di që bëhet me këtë trenë, dhe ato tha unë i kam ke spaku. Okej. Sot ka qenë një ditë e bukur për Shqipërinë. Jashtë mase e bukur tani dhe e di si është problemi. Unë jam kundra gati gjithë shkaje që po bo Europa në këto qaste. Jam ndoshta në trurin tim shumë gjëra do isha i lidh, si jam ai do isha lidh me Kinën. Po të më mosh, do më thonë, me Kinën, apo me Indin, apo me njerëz që kanë lirë gjën. Më kupton? Po të isha lider, unë nuk mund ta bosha punën më bukur se Edi Rama. Do mund sepse në këtë vend, me këtë parti që ke këtu, me këtë opozitë që ke, të arrish një vend si Shqipëria, vendi më i shumtuar i Europës në 2012, më i shumtuari, nuk kishte barabart. Që nga sala që e se shtremë. E di që boshin, tani është një shprehje që do ta kujtojnë gjithë shqiptarët që në ndjekën. Sa del ke kufini, ja, ec makina zar. Këtë do të akojshë, se më përqete Shqipëria nga që më mungote,
Thosha, ua, sa mirë që erdhe në Shqipëri. Sa dalësh ke kufiri, makina azar, ti shofësh ato shtëpia. Do me thonë, një fjalë shtëpia ti nuk ta nxirrte robi. Me të shpjegu për Shqipërinë. Kështë të shi Shqipëria, s'dumna. Tiranën, ne nga Tiranën na duhet një 2-3 javë me gjithë rrethina ta vizitojmë, mos ta më shumë. Gjona që si kemi pa, që po ndërtohen për ditë, pika turistike një tjetër. Dhe këtë çanta, kjo ishte bukra fare, që këtë çanta e gazetarëve, Rama kishte vendos albume me fotografi nga Shqipëria, album gujtë turistike dhe një kështu me muzikë shqiptare. Nuk e di, atë jam kurioz atë muzikës. Propaganda më e mirë që mund të bësh. Një i t'ju japësh një të propagandës. Këtë çanta, bravo, se cilit nga ata. Okej. Dhe nëse në një nga ju që e keni me mshajt, menoni që Sala do kishte fut në një gjotë tjetër këtë çanta, thojnë Amerikës dhe në qoftë se nuk ju kërkoj fali herën tjetër që të shikoni, nuk ju mburr. Ta mbyllësh, ta mbyllun. Natën.